Thot, Hazreti Aisha, prap Hazreti Aisha. Thot, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakhruju min al-bayti hatta yadhkuru Khadija. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, gati se nuk dilte prej shtëpisë pa më përmend Khadija. Vazhdimisht e ka përmend Khadija. Mirënjohës ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë mirënjohës. Pra nuk e ka shkel njeriu asnjëherë për dikë tjetër, shembull. Çdo kujt që ka dhënë atë që e meriton, atë që duhet t'i japet. Thot, fa yuhsinu thana, para se me dalë, shpesh thot, e përmend të Hatixhen edhe thonë të ajo sa e mirë ka qenë, sa kontribut madh ka dhënë. Kështu, ashtu, lavdata i ka bë. Lavdata i ka bë. Fadhkaraha yawman min al-ayyam, thot një ditë për ditëve, tregon tash Hazreti Aisha, pra, me një hadith tjetër. Një ditë për ditëve thot e përmendi, fa akhadhatni al-ibra. Thot mua xhelozia e ka kaplu, e ka marr. Fa qultu thot, hal kanat illa ajuzan? Thot i thash, ja Rasulullah, shumë për e përmendat, po ajo nuk ka konë diçka tjetër jashtë se një plak. Edi? Plak. Një plak. Kad abdelaka Allahu khayran minha, Allahu dhët, ta ka zavendcu atë plakën me një që është shumë e mirë. Hazreti Aisha, për vetën e vetë, e cila është e re, e bukur, e mirë. Ha? Shifri që ka thotë për e mirë. Fa ghadiba, e tërgon, Hazreti Aisha e tërgon, u hidhru, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga fjala ime, për fjalës time. Pra, me fjalë tjera, si mund t'i thuash asaj ti plak? Mendoj, ajo ka qenë plak, normal, por në atë kontekstin dhe më thonë për ta, për bus, për ta nënvlerësu. Normal këto biseda, janë edhe biseda familjare, keni parasysh, biseda private mes burrit dhe gruas. Por bisedat familjare të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë çka mësime, udhëzime, dispozita. Këtu dallon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe bisedat që i ka bën me familjen e tij, edhe gjërat intime që i ka bën me familjen e tij, po edhe ato janë dispozita. Edhe ato janë dispozita. Pra prandaj ne duhet ta studiojmë jetën private të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur themi private, do të thonë brenda shtëpisë së tij. Brenda shtëpisë së tij. Sa ato janë udhëzime, mësime, dispozita. Thot, prandaj edhe Hazreti Aisha po i përcjell, se përndojsha ajo ka qenë dhomën këtë punë, mendoj. Jo, i dhuru që është i dhuru kështu në atë kontekst, në atë kuptim do të thonë mos folën me pejgamberin. Po është prek, ha? Ka pas xhelozi. Thot, thumma qal, u hidhru, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, la wallah, ndërsoi, thot Hazreti Aishës. Jo, për shembull ti bëje për gdhelja, apo ashtu mashtrime, jo. Thot, la wallah, thot Aisha, jo vallahi, ajo nuk është ashtu si thua ti. Nuk ka qenë ashtu si thua ti, si po e përshkruan një plak. Me të cilën më ka zavendësu me një më të mirë. Po, ja po të të nuk o ashtu. Pra nuk më ka zavendësu Allahu me një më të mirë, me fjalë tjera. E thot, pse? Ata të tregoj pse? Nuk është ashtu. Thot, sepse amenet idh kafara nas, ajo më besoj mu, më pruni iman, besoj në Allahun, besoj se jam pejgamberi Allahut, kur? Atëherë kur askush nuk besonte. Ajo tha po, ti je i dërguar i Allahut. Kur erdhi Muhamedi alayhis salam, duke u dridh prej shpellës, Hira, u dridhte, edhe më zor, nuk kishte domethënë, shumë zor ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atëherë. Nuk e dinte çka është, nuk e dinte, domethënë shumë shqetësime kishte. Edhe ajo çka? Ajo i doli krah.
I tha, jo, mos u frigo, unë ti shumë bukur, shumë mirë një. Ti e njeri që i viziton farafisin, ti e njeri që u ndihmon njerëzve, ti e këtë, do më thonë, ja ka ngrit moralin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe sa kushton kjo gjë. Bashkë momentin kur jenë kriz, dikush me fjalë me të ndihmu të, do më thonë, gjallësh, ashtu. E thot, atë çka pastaj? Tha, ti e i dërguar i Allahut. Pra askush nuk e besonte. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa saddaqatni idh kadhabani an-nas." Dhe ajo thot, dëshmoj se jam i dërguar i Allahut kur të tjerat më përgënjeshtrojshin. Kur tjerët thoshin, a me ki është e sihirbas, magjistar, është çmend, folën nga mendja. Thot ajo çka thotë, jo, ti je i dërguar i Allahut. Pastaj thot, wa wasatni bi malja, shikoni, çdo gjë në detaje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tregon Aishës se pse ajo nuk duhet thot ashtu si tha. Ha? Thot, wa wasatni bi maliha, dhe ajo thot mua më ndihmoj me pasurinë e saj. Po krejt pasurinë që e kishte, e dha në rrugë të Allahut, e dha për davetin. Krejt e dha, krejt. Ju e keni parasysh, po do ta përmendim, më vonë përmendet, se kur i bën blokad pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, krejt pasurinë që e kishte Hazreti Khadija, e dha. Krejt. Do më thonë, e ka dhonë. Gjatë kretë asaj periudhe, do më thonë, e ka dhonë, ku ka pas nevoj. Normal, Ebu Lehebi jepte kundër, propagandon të kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me pasurinë e tij dhe gruaja e tij, po në këtë anën tjetër, normal, edhe Hazreti Hatixha e jepte pasurinë e saj që e kishte krejt, vetëm për ta ngjall fenë Allahu xhaleshanu, davetin, thirrjen të cilën e bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, mund të thuash për njërin të tillë ashtu? Thot ajo mund ndihmonte kur idh haramani an-nas, kur askush nuk më jepte askush, asgjë, s'o më pëshi. Po bile fjalëqia po. Ajo thot më jepte. Pasur, wa razaqani Allahu, që gjë në detaje, thot, po ashtu thot, edhe Allahu thot, më ka dhonë fëmijë prej saj, e prej të tjerave jo. Ha thuj plak. Cila i ka bën, thot, prej, me fjalë tjera, do të thote, cila i ka plotsu këto kushte, këto gjëra prej ush, ha? Cila grua? Pra asnjëna, në përjashtim të Hatixhës. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk e ka harru Hatixhën. Jo për ta kish pas për çështje personale, ha? Këto tjera në atë aspektin e epshit, për shembull Hazreti Aisha ka qenë e re. Ja ka plotsu për shembull dëshirat në atë aspekt, nëse sikur kishte qenë. Pra, por nuk ka qenë atë. Pra, edhe kjo është një dëshmi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë e pshor, siç akuzohet.